Nga do shkova, si ti nuk gjeta, fjale urt e hire plotë, s'me mbushlon asgjë nga jeta, si e shtrejta balta jote. Hej Kosovë, toke bekuar, ti që shpirtin mandes flak, ëndra ime jo nuk është vdekur, në votrën tënde unë du me u plak. Nga do shkova në ato vende, udhën time o ku ta gjej, gjithmon djeva frymën tënde, që më rodhi në përdej. Hej Kosovë, toke bekuar, këtu do ngelem gjerna mshin, falma pra moj, lokja ime, një cop tok për trupin ti. Falma pra moj, lokja ime, një cop tok për trupin ti. Një cop tok për trupin ti. A jeni kështu mikpritës apo? Jo, ju dola veç do t'isha mi marë. Okej. E motë, unë me di qysh, edhe kum po, jam konë vjetë, jam konë jashtë. Pa? Tash me të bon shteti me të dhonë, unë u tokat me po, ti qa toka o me ti ka dhu, që me dole me po tolla, dish me pnuë. Pa. Kur s'kije, që me që kere, mos me pas unë kishe esi. Gjithka person që çdo fshatit Kosovës, mendoj, jo veç për këti fshatit, po që nuk gjindet në Perëndim. Po 150.000, 200.000. Peshku nuk prodohet. Po, prodohet peshku. Rasa. Baba patë një plas këtu, ndërtoj shtëpinë edhe erdhëm këtu. Edhe mbetet këtu. Dashket më lodhësh, a? Jo, a ke orë për të lodhët ke orë? Ashtu e? Që për menaj kishe nejtë të shvijë. Po, ke të drejtë. A ti po do për vete, po? Po! Sa vjeqare je? A tani nuk pyetët për moshën. Dashuria nuk një mosh. Unë jam 23. Pësha 23 vjeqare, ku ta gjëmë një qunë këtu, që nuk është i martuën, apo i fejuën. Gjenë këto kockat, këtë dhe në shpi. Ashtu e? Nga një, i në gjenë edhe i bon një orë dhe këtë shpi. Ashtu e? Kaloj. Fshati, si e kishta? Plësisht. Po e mbyll këtu materialin në fshatit postlisht. Plësisht. A jeni kështu mikpritës apo? Jo, ju dola veç do t'isha mi marë. Okej. Dëgja, është herë e parë që vinë në fshatin postlisht. Po. Mirë se ju gjeta ju thash, po a do më tregosh pak për këtë fshatin, se unë bëj reportazhe në fshatrat Shqipëri dhe herë e parë që vinë Kosovë. A shko po? Po më trego pak tani probleme, a ka probleme këtu, apo shoh që ka investime pa fund? S'po di që me thonë, po probleme s'ka gjonë. Kanë një larguar në emigrim, apo ka? Kanë me pakice, kanë shkuar, qështë. Qa kanë betur? Vetëm ju, mosha tuaja, apo ka edhe të rinj që rinë këtu? Gjë në për shkolla, që shtu dhe të rije. Sa mund t'jenë në shkollë, dhe më thënë,
Ka të do jone, do jashtë, që tash, qysh me të thonë, mund me vetë ma shkurt. Ata gjënë për shkolla, tash, ato e dinë, unë për vetë se i di. Ti fëmijët i ke këtu apo i ke jashtë? I kam djallin e dytë, e kam jashtë të madhe, e kam këtu po. Ku e ke, në qa vendit? Ishë, në Saudi. Në Suedi? Po. Ke menduar t'i kësh në një? A ke menduar të largohesh? Po, pa qarë më largu. Je ratë këtu? Po, jo më ratë, të e sa kom, kur s'kom, du të pa qarë me i të. Po, ku i gjejnë këto këtu? Du një abon qarë. Janë të fokusuar të këbuqësia tokat? Tokat? I shfrytëzoni? Tokat gjimi shpëzuve, më të vërë, pa duhet me pasë. Ti milni? Me gjëba duhet me lavër, me pagujt, edhe veshtat që kanë me të Se me lekë janë bërë dhe ato, a? Po qysh, mësë po ta jep kështu shteti, ja? Po ta jep o shteti? Ja, nuk me, pesi, si ka një kur të jalon, nuk di që të sa vjetë, kur konë për në LDK, për DK, ku më barra, dhejtë me ta thonë. Pa? Mozë, iqë, bile pa ta mjellë, dhe gati ja 3-4 sheka, po 3 sheka po, pa ta mjellë para sa vjetë, gëmë. Edhe, gëmë me dha në veshtash sipshin, ku duke vetë me dhe. Po pse si ndimojnë për me? Po gjimi bon, hajtë, shumë bon. Pse i lanë kështu? E qashtu. Se në gjithë botën, prioritet jepet fermerit. E motër, unë për di qysh, edhe kum po, jam konë vjetë, jam konë jashtë. Pa? Tash me të bon shteti, me të dhonë, unë u tokat me po, ti qa toka unë me ti ka dhu, që me dole me po të tolla, dish me pënuë. Pa? Kur s'kije, që me që kere, mos me pas unë kishe heci. E shof që pozitën geografike ka fantastike këj fshat. Po, është po përgjime, pëse është. Para disa vjetë, da gjithë konë, po edhe apeton. Pa? Po, bujqine se nuk e ka ndonë. Dhe gjëtë të ndiqka. Edhe ma erët, kërë ramejt e bashkërit e kumë bëtë babën e nonën, kur ledin, ora nuk kanë me. Tash mallë e kom me shumë e pënuë, bënë me mendë edhe ujnë, ku të shojshën me marë, për para o konë shtëjë, gjithë ujnë, me rëndë shkoj ke edhe ujnë, se jo, duke mu mytë jam u vëra. Qa gjë u konë rëzikë, pasha emnin e Zotit. Pse ka ardhë kjo kokëshu? U shka po dimër më këtër. A 24 vjeti, kumë bënë rrafsh punë, kurse kumë di gjivë në gjanë që kjo keqi. Se mendoj është do vinë të kjo kokëshu? Ja, kur. Nuk po dalin jashtë përdorimit vetëm tokat, po dhe njerëzilliku. Toka ku me quë malli. E malli do më shrit, jo ti me shku e do malli. Shramal 30 cent, 40 cent gëmni me ta marë. A fjallë orësa. Në shtalje? 30 cent gëmni me marë. Ti që me marë. Gjimës më ta merë mullini, gjimës në ti. Kom bojnë me pagujtë, gati dupla, ku ta këshirë. Nuk i merë ato shpenzime. Ajtë më lidhë i shpenzimet. Dhe gjo, shof që se unë shkoj shumë në fshatrat e Shqipërisë. Fshatrat tuaja janë shumë herë më të mira. Ka investime, ka shtëpi shumë të bukura. Investoni. Jashtë. Më mirë dhe ne jashtë jemi, po ne nuk investojmë kaj shumë. Laja Shqipënia, unë e di Shqipënin, e di ju. Ha, ma bëj krasimin. Ma bëj krasimin. E shikoj që? Unë konë në Shqiptiron, e më konë Kamose. Edhe bëga, dhe Kamos shkoje. Po historinë, më tregoj pak për historinë e këti fshati. Për çfarë njëhet më shumë? Që ki me pa, që? Nuk se njo, për burë duhet ta njo. Ka po, ka jo patëm një? Nga Tirana. Nga Tirana. Bashkë Tirana si një? Po ja, po vim, po ju vizitojmë një, po s'po na prisni mirë. Bashkë Tirana si një? Ja, o Tirana. Po? Ku i një bashkë tu në ka ofer non Terezës? Aty. Që aty ma poshtë, Që aty ma poshtë. Konën të non Terezës. Sa banor ka këtu? Shka po di për moto të Afrësisht po themi, se s'po themi me kokra, po afrësisht. Nëse është fshati matë, a? Po, mirë. A po të shkoj kështu të trokas në shtëpi unë më presin? Po të shkoj të trokas në shtëpi më presin? Nuk në shtëpi. Në banesa, do shkoj të trokas, a më thonë hajde pi diçka? Jo, s'thojnë gjonë, nuk thojnë. Jeni të qetë? Ja, ka kush nuk mund, lirish ka mësë, nuk mund kush. Ja, nuk janë asë i gjinë, nuk ka. Janë të qetë? Ja, qetë, nuk kanë se të diku, ja. Po, kom diçka me folja, kom diçka pytë. Kom diçka me pytë, a bona jo, a bona zbona. Po qëndrat shëndetësore, këshu, mirë jeni, keni të gjitha? Mirë.
Po kemi shumë, parnona ka pak. Po mimo, të paktën e keni si shërbim. Po, ka pak. Qështu më arnu, qështë me to. Turoj shëndet. Shëndet të bëpa që Faleminderit shumë. Se ju, asë isha të kaloshit mije. Faleminderit. Po, Shëndet. Po, nena këtë. Faleminderit. Pila se dhe ka gura aty, dhe ka gura mund shme do. Ku është gura? Që me një më forë, dole. Edhe Po- hotelja më forë. Po s'kam njerëz mundua banorët e fshatit. Unë i këshirë më s'poqonë të Ku ti këshyr? ka gura më s'poqonë. Këtu, po këtu s'ka këtu. Njerëzi. Banorët dua të takoj. Polëcisht e kishte? Si e ka plotësisht? Postlisht. Sa të mira që qenë keni. Kam ardhur në fshatin polëcisht, fshati dytë në Kosovë. Tani e vështirë është unë të gjej njerëz, këto oraret e papërshtatshme të mia, po puna nuk një orar, kështu që takuam zotrin i cili na tregoi pak a shumë. Më bën shumë përshtypje, po shumë, që fshatrat e Kosovës janë shumë herë më të bukura dhe të mirëmbajtura. Domethënë mbetesh pa fjalë për investimet që janë bërë këtu. Janë larguar jashtë, po kanë investuar në vendin e tyre. Këtu vallai ke qef të jetosh, super vila. Domethënë sa mbrapa jemi ne me investimet edhe me jetesën në fshatrat e Shqipërisë. E keni parë shumë mirë se si është ande dhe se si është këtu. Shika. Duket që është fshat Mikoqir, themi ne nga Korça, të pastër. Marrim pamje nga fshati dhe më pas isha ta po takojmë edhe njerëz. Se ata janë kryesorët që na flasin për historinë dhe për traditat dhe për zakonet e tyre. Si jeni? Me shëndet? Je nga ky fshat? Punoj unë këtu me mullin të ujtë. Si funksionon kjo? Ma tregon pak? Ma tregon pak si funksionon? Millin e Kalamoqit, misrin e bëjmë mill Po? me këtë ujë. Okej. Dëgjoj, unë bëj një reportazh në për fshatra. Po? Dhe është fshati i dytë që kam ardhur në Kosovë, se nuk e njoh vendin edhe. Po? E njoh, no? Për çfarë është i njohur? Me lumin, ujë, Burimi. burimi ujë. Okej. Vetëm për këtë? Për këto e hongë me 2 xhamia, vendi bukur, Po, atë më bëri përshtypje se fshat me 2 xhami. po 2 xhamia. Shkolla. Fshat me 2 xhami. Fshat me 2 xhami, i bukur, vendi është, fusha është pjellore për ushqim. Një zotëri që takova aty më tha që nuk i shfrytëzojnë tokat bujqësore, edhe pse Nuk ka i një... shfrytëzojnë, pse kemi ikë për jashtë, në Perenim. Rinia ka shku në Perenim për moment. Janë larguar shumë. Janë larguar shumë për atë arsye. Për ndryshe toka këto, Çfarë prodhohet më shumë këtu? po misri, speci, domatja, Të gjitha. të gjithet. Po e dini që keni një fshat të bukur? E dim. Edhe që nga... Fshati jam o qaj atë në alto, fshati Bilusha. Okej. Edhe është fshat shumë i mirë mbajtur. I mbi vajtur. Dhe ajo që më bën përshtypje është se janë të gjitha shtëpit vila. Shpit ma mirë ma shka qysh, po 30% janë në zbrasta. Janë të mbyllura. Të mbyllura pa familje. Pra kanë investuar këtu dhe jetojnë jashtë. Jetojnë jashtë. Po këtë keni ndryshim nga ne ande, nga Shqipëria, se investojnë këtu. Dhe sa ne i mbajnë blek, gjem. Hajde këtë. Ruju pak. Po, ku kanë emigruar më shumë? Zvicra, Gjermania? Zvicra, Gjermania, Londra, Franca, Austria, këtë shtetet e perëndimit, Evropa, s'ka person që çdo fshatit Kosovës, mendoj, jo veç fiktiv fshatit, po që nuk gjendet në perëndim, në ato fshatrat. Kanë mbetur shumë pak këtu. Shumë pak. S'ka edhe punëtor për me punu. Mungon fuqia punëtore. Mungon. Okej, kjo është kthyer në një problem këto kohët e fundit. Më thej që punon në mulli. Po. Sa vite ke që bën këtë punë? Po unë këtë punë punoj
5 për 6 vjetë është, po ka funksionuar që 400 vjetë që janë këtu më vini këtu. 400 vjeçar. 400 vjetë. Ata është ku punuar në pazari Shqiptin, që i thojmë në Bajram këtu, kam punuar për para, ku më shqit perime. Dhe perime jem marë. Tona e ardha këtu më vini me punuar. Po këtu në mundi çfarë bën konkretisht? Konkretisht që mundi me ardhë me pa, tjetër që kam ju thonë. S'ma tregon dhe të kështu? Okej. Sa punëtor janë atë? Veç une. Vetëm ti. Misër. Ashtë e lotshme? Ha? Ashtë e lotshme? Po nuk ka edhe e letë. Nuk është dhe e letë? Nuk ka edhe e letë. E kuptoj. Po fëmijët e tu i ke jashtë apo këtu? Fëmijët 2 i kam në Sloveni, 1 e kam këtu. Ku do keni shkuar? E keni pushtuar botën? E kemi pushtuar, baba. Po njerëzit tu si janë? Ha? Njerëzit si janë? Njerëz të mirë janë. Është fshat i qetë, kanë harmoni me njëri tjetrin? Po, harmoni, po. Po nëse më tregon, shiko, kur vendosa që të vi në fshatrat e Kosovës, më thanë që çdo fshat aty ka historinë e vet, edhe për shkak të luftës. Fshati për fshatit ka dallim. Po, ma trego pak për historinë e kësaj. Po, mirë, për momentin mirë, po që ky fshati është i ardhën për ati fshatit nalt. Ka zbitur nga lart edhe është zhvendosur këtu. Jo zhvendosur këtu. 50-50 janë. 50 janë vendali, 50 janë të ardhur. Për çfarë njihet më shumë? Më inspikator për çfarë është? Për çfarë? Për bukuri, për malet, Prizrenin ma për qytetin, e qatone. Këtu ja vlen tjetosh? Ja vlen tjetosh? Sa shitet një vil këtu? Sa shitet një vil? Po vila valla shtrajt shiten. Sa, për shembull aftësisht? Shtrajt, po 150.000, 200.000. Vila, po vende i bukur. Pas ka lek këtu? Qenë ka fshat me lek? Po me lek, pa lek, s'ka kun, ti n'bjesh me shkuj lek. Jo, the me fshat që ka lek? Po lek ka. Ka se punoj? A ka din beqar këta? Ka din beqar? Ka edhe beqara. Vitë martojmë këte, unë se ja vlen, Ja vlen. Hajde ecim, hajde se mos ashtu. Është edhe i lodhur edhe nuk dua që ta mundoj më shumë. Mitë pritjen e si shqiptare kemi, kështu që s'mund të pyes që a jeni mitë pritës. Pa dilema, s'ka problem. Po çfarë më thua ndonjë gjë tjetër për të? Do të thënë njihet fshati me 2 xhami, që ka lumin, me burimi. Me 2 xhami, restoranit e burimi. A mund të themi që është fshat turistik? Fshat turistik? Po, turistik është. Okej, prandaj që ka kaq bukur. Po dhe investime kanë bërë këtu? Kanë bërë investime. Pra e keni vëmendjen e pushtetit? Po. Nuk ankoheni për këtë pjesë? Jo. Ua, shoqër gjitha njerëz që nuk ankohen. Ja. Ke menduar ndonjëherë që ti ikesh me fëmijët jashtë mos rish këtu? Kush unë? Unë më kum bë për 70 vjet jam të shkuar, më ku po shkoj më. Trish rahat atje. Unë muj me shku te fëmijët e atje në Sloveni, jam unë Marok, s'ma vlen me shku. Akoma do të marrësh rrugë më buke punuar e që tjetër? Unë rri se unë e di shka do me thënë Slovenia, Serbia, Zvitra, Gjermania, kum qenë ka mos ka pak. E ke provuar emigrimin? Po, kum provuar emigrimin. Ama si vendi yt s'ka? Në vendin tonë s'ka. Nuk ka. Unë për këtë jam dakord. Afërsisht sa banor ka ky fshat? Po i ka diku 3.000 banor. Dhe kanë mbetur? Qa që kanë mbetur? Ka ma shumë, po qa që i kanë mbetur. Një sekundë, sa kanë qenë përpara? Përpara kanë qenë deri në 4.000, 5.000. Po mi pra, nuk është fshat që është braktisur masivisht, i bie shumë pak që janë larguar. Po bolli janë larguar. Për shembull, në 500 banesa, po temi sa janë bosh? Në 500 banesa, te pakja janë 50 banesa, 60 banesa boshe. Logarita përqinja, që ajo përqinja është. Po, nëse këta do din mirë të shfrytëzojnë turizmin, këta do jetë fshati më i bukur. I bukur është ai, po më i mirë. E kuptova, shumë mirë. Njerëzit kështu të janë të butë. Ja, i çfarë. Po nëse shkoj unë i trokas dikujt e hapin derën? Po e hapin. Të thonë mirë se erdha? Mirë se erdha, mikë prisa janë përgjithësisht, çdo familje, s'ka problem. Sa bukur duket ky burimi. Duket shumë bukur burimi. Ha? Duket shumë bukur.
ky bjerë në mulli poshtë. Pritani. Është mulli 400 vjeçar. 400 vjeçar me gur. Është me gur. Është i vetmi këtu në gjithë Republikën e Kosovës? I vetmi, po kanë qenë më herët para 70 vjetë. Jo, tani që është funksional. Po tani funksional, i vetmi, ky poshtë në Prizren edhe një. Okej. Ky është ujë që depërton aty? Po, depërton mulli poshtë. Do shkojmë edhe të shohim si funksionon, se jam kurioza. Ne në Shqipëri nuk kemi më duket. Jo, ka edhe Shqipëri, po i kanë prish. Po, nuk po themi çka kishte, çfarë ka. Po, që një i kuksit bile ka pru me bluën, po misër këtu. Bien pi kuksit, këtu të une. Që sjellin për t'i bërë? Çfarë sjellin? Çfarë sjellin nga kuksi? Sjellin misër. Misër. Po ky është privat, ë? Privat. Veç fok. Pra do të shohim se si nxirret kollomoçi, quhet a? Me kollomoç është. Me kollomoç. Po. Tani hidhet atje, çfarë bën ki? Ti thjesht e merr edhe këtu. Unë dyre ke marrë pikë të ujit edhe e qesë në tet. Aje bluën. Nuk është dashje e vështirë. Po, se duhet me punu ato, me pasu e me gritë dejer me eke, me pasu e... I pasron ti të gjitha? Po, unë e këtë të. Rri gjithë ditën këtu? Sa orë punon? Sa ditën, 7 orë, 10 orë, varët. Që shkara, që shkile punë të ishë. Punë baron atëre? Po, kur maroj. Punë pa orar? Po. Si e bën, e gluan komplet. Prandaj quhet me gur kjo? Pse? Me gur o kjo. Me gur e ka rresin poshtë, po s'mundeni me gat ju me pa. Që tu si t'mush. Gate kokën që aty, pikne, s'un gati që aty. Një aty mëna, edhe gate kokën aty, mëna. Ja, kuat. Jo e bën atë. Shtyne. Qajtu, shtyne t'ike. Qajtu. Shtet. No. Do atë punën e vetë në ngarit e veta. Do pajqet e veta i ka do punë. Po mirë që pak të nga kam vetur diçka e vjetër. Imagjino të kishim gjitha fabrikat e qa kemi pas, ne do ishim... Ato fabrikat shtetënore këti kemi privatizu, i kemi atosh. Edhe kjo, o kun në vend i një prenorit e ta shumë... Edhe kam betur. Kam betur. Ne kuptoj. Pikim? E do të mira. Po kjo është peshora? Po peshora. Qa viti është kjo? Kjo ty be gjithi vitin, edhe që kumë qysa vitin, po është baja gjemur, për që kjo peshora, jo peshora. Kjo e ka këtu këtë? Po. Po janë të vjetra goxha këto? Janë të vjetra goxha? Po janë të vjetra këto. Ja dhe mullirin që me gur, që kishit kohë që s'kishit parë, po ka dhe nga ta si unë që s'kishin parë kur në jetë, kështu që është çfarë gjërat bukura që u tregojmë. Prodhimi i peshkit që tu është. Prodhimi i peshkut? Po. Si prodhohet peshku? Si prodhohet që shkonin o që i dojnë atje. Peshku nuk prodhohet? Po, prodhohet peshku. Rason. Faleminderit që më mëson. Po pra, ka kështu vaska. Pra, atë e di. Je shumë njeri i mirë. Në punë ishe, u ktheve nga rruga, nuk përtove deri dhe na e tregova. Faleminderit shumë. Edhe shumë respekte për ju.
Ta marr apo ta mbash? Jo, merresh. Jo se dëgjoj çfarë flet me gruan pastaj. Jo. Shëndet gjithë të mirat. Respekte shumë. Tani përfundimisht, unë po e mbyll këtu. Si e kishte emrin fshati? Si e kishte fshati? Fshati, si e kishte? Plotësisht. Po e mbyll këtu materialin e fshatit postlisht. Oh, shumë interesant si fshat. Fshat me 2 xhami, njihet nga burimi që ka emrin burim, fshat turistik, fshat që është investuar, fshat që nuk mungon asgjë. Mungojnë njerëz, por jo se janë larguar masivisht, shumë pak në krahasim me fshatin që ishim më parë. Me thënë të drejtën këtu ja vlen të jetosh. Por që të marrësh, të blesh një vilë këtu, shkon diku 150.000 euro edhe lartë. Duhet të jesh me lek që të përshtatesh me këta që jetojnë këtu, se janë me lek sepse kanë punuar në emigracion edhe kanë investuar. Pra kanë ditur si ta menaxhojnë lekun. Dhe thotë që janë shumë të zgjuar, menaxhues të mirë. Për të mësuar rreth historisë të viteve më parë, nuk është se kishte ndonjë gjë, ose ndoshta s'ma thanë, se unë s'mund të flas pa ma thënë dikush, por e thash që është një fshat shumë i bukur, edhe me pamjen që do keni do ta shihni dhe do njihni të drejtë. Plotësisht. Nëse ju gjeta. Herë e parë që vi në fshatin tuaj. Po keni një fshat kaq të bukur, i keni këto shtëpit. Kaq le keni më? Po punoj. Edhe ne punojmë, po s'kemi. Ja ka. Kur punoj. Të betojmë punoj, po s'kam kaq shumë të vivilën. Kur punojsh, gjithë ne ke. Punoni jashtë, prandaj. Tash. Dikush jashtë, dikush brenda që kështu. Po këtu brenda çfarë punë bëjnë? Po këtu bujsh si ndërtimtari. Kështu. Unë bëj reportazhe në shumë fshatra. Po. Vi nga Tirana dhe ande në Shqipëri kam bërë gjitha fshatrat dhe tash se më shkruani shumë hajde në fshatrat e Kosovës, se i ka të mirë, jemi njerëz të mirë, jemi shqiptar. Kete burim? Jo, nuk isha aty, s'më tha njëri hajde. Do m'ja përzojnë kafa? Kafa s'ka. Po qa? S'punoj. S'punoj se Ramazan. Janë me agjerim, bëj shaka. Dhe agjerim të letet pranuar. Edhe fshati i dytë është këtu se isha dhe në Zhur. Zhur jo fshati më i madh. Fshati më i madh në Kosovë, po. E mësova dhe historinë e të gjitha merat dhe erdha dhe këtu, po shumë vështirë që të gjej njerëz, më thanë që dhe janë larguar shumë. Gjeta 2 zotrin, folën shumë mirë. Dua të di, se më thanë kur kam ardhur këtu, më thanë duhet të kesh parasysh që gjithë fshatrat e Kosovës kanë historitë e veta që nga lufta. Po, këtu e kemi, po nuk e di tash a është këtu te shtëpia, a mundën me qenë ai personi i cili mund ta flasësh. E njeh mirë historinë. Pa do jetë. Jo sa këtij fshatit. Po gjithë. Po gjithë do fshatrat shumë këtu i njeh ai mirë. Ti, do të shkojmë ti bëjmë zonë. Po hajde i bëjmë. Okej, aty bisedoni. Poste ja lëmni një porosi për ta thirrur e thrasin e telefonit. Ti ke lindur këtu? Jo, unë ja atje ai fshati poshtë. Jeni atje lart ju. Ai fshati quhet Billush, kurse pas luftës Kushtrim. E ka ndruar emrin pas luftës, kësaj lufte. Po. Kushtrimi e ka ndruar emrin. Po pse ja ka ndruar emrin? Ashtu ja ndruan kur erdhën. Okej. Mirë po, Billush ka qenë përpashme. Po. Tani unë jam i lindër në atë fshat. Po kur kam pas 2 vjeç, kur kam qenë i vogël, baba patë një plas këtu, ndërtoj shtëpinë dhe erdhëm këtu. Edhe mbetet këtu. Po, se çdo fshat është vendosur. Po. Më përpara. Po, më thanë që këtu, do me thënë, është investuar, dhe kjo është gjë e mirë që punojnë jashtë, investojnë këtu, po pothuajse kjo sa më e madhe, shtëpive janë të mbyllura, bosh. Po bosh janë jashtë. A të vjen keq kur e shef këtë gjë, se të punosh gjithë jetën edhe. Jo më vjen keq, po më vjen keq as shumë sa që s'ka, më ku shkon. Se njeriu për këtë është punon, bëj shtëpinë 3 rat. Kam çonin atje me 2 fëmijë. Pa. Djalë dhe çik. Punojnë në Gjermani. Pa. Ja ato larg janë nesh. Na bjerë malli për ta që sa s'ka. Kështu që, si t'ju them, tjetrën e kam Sloveni, edhe ai me fëmijë atje, me grua, me kreta atje punon. Jo që nuk kanë, ata fitojnë, ama përmallojnë për vendin e vetë. Edhe na përmallojnë
Për fëmijët. Për fëmijët e për qunin e për rejen, kështu që po mirë, ja, po s'kem çka të bëj. Kjo është jeta. Jeta kështu. Edhe kështu ka ardhur jeta. Ja, kështu ka vëllat. A mendoje ndonjëherë që do vinte kështu jeta? Se të paktën përpara ishin me fëmijët, ishin bashkë, jetonin gjip. Përpara, na kemi punuar ish Jugoslavia dhe kom në Serbi. Bashkë kemi konë. Ama kena punu edhe në Serbi, një kohë të gjatë, baba im ka punu deri në pension atje. Pastaj edhe unë kam punu një kohë të gjatë atje. Para lufte e këndej u largu me atje, edhe kështu që tash unë kam punu pak mas lufte, me një shkollë, jam folkist me profesion. Edhe kështu që kam punu me një shkollë, do më deri në pension. Tani që 3 vjetë jam pension. Pension, pensioni me keni të mirë? Dobe. Si veteran që në 70 arë. Qa do bësh me ato? Tek tash të i kanë bon 200, po kanë 170. Nëse do kishit fëmijët, qa do bënit me ato? Vështirë? Kështu që mundi me shku, me kujt, a është në ideali aty? Unë mendoj që, digja, se këtu mbajnë edhe agjërimin, edhe është dhe orari që të mos i shqetësojmë, se dhe orar drekja mjafton. Për shqetësim të mos mërzite, a tua? Jeti me mu, mos brengos. Po se mos shqetësojnë dhe thoni hajt. Ju mos u brengosni. Pas kanë trokitur në derën e dur, a? Mirë se keni orë. Mirë se ju gjetëm. Po ta shkojmë dhe i bëjmë zonë. Tani po ke aty mirë, se para 2 nete, 3 nete ke në televizion kja djali. Tregoj për historinë e Prizrenit, ajo është historion. Kështu që ai në sholla qëllon. Ai është person i dur. I sholla është qëllon në shtëpi. Inshallah. Atë keni me marr informata petin sa të do. Sa të bukur e kanë këtë burimin. Po ky burimi shkon te mullini atje. Po, isha tek mulli. Atje. Dgjoj, kryesisht në fshatrat e Shqipërisë ka probleme me investimet njerëz keq fare, me ujë, me desa ju jeni shumë mirë. Në Ish Jugosllavi kemi qenë edhe në ashtu, dhe këta rrugët s'kanë paskësi, këta i shtruun në mos. Po, është në vëndja pushtetit, ama. Që sa mirë jeni? E kemi mikpritje në shqiptarët, ha? Na duhet me posë edhe duhet ta kemi gjithmonë sa që jemi gjohë. Po, është zbehur pak. Zbehur, për nuk bon të lejojmë për ta zbehur. Jo, duhet ta shëngojmë fort këtë gjë, se e kemi tonën. Jam shumë dakord. Përveç neve... Po brezi juaj. Nëse ne nuk mbahemi njëri me tjetrin, Shqipëri, Kosovë, kush do të na mbanë? Pa tjetër që po. Na majti Serbia 500 vjetë, po na dërmoj. Na ka shem eshnat. Që tu. Ja, zotria më foli shumë bukur. Tani do presim një zotri tjetër, i cili e një shumë mirë historinë edhe do na e tregoj dhe inshallah është në shtëpi, po themi që të mësojmë akoma më shumë. Si a njo. Ja, doli zonja. Si jeni? A është ta djali juj? Jo, me sa po. A historian ku? Në Prishtinë ja të punua. Po, këtu keni para 2-3 ditë dhe nesër, sa ndë vjen. A sa ndë vjen? Po, sa ndë vjen, për nesër mundi. Nesër, po. Faleminderit. Jo, s'ka problem. Edhe ne jemi duke punuar, kështu që e kuptojmë shumë mirë. Nisë dhe ka me marrë intervista. Ne po sa je pa djali intervist në shumë do. Ajo historion. Ajo historion e pa të kryni. Po për të do me trokita ndërë. Po që ta mu do të dhe muzë të jemi të trokiti para të arsi dola. Falenderit shumë. Do ikim. Falenderit. Dakord, rëndësi ka që folëm, ju takova ju dhe mësova pak a shumë. Kështu që më mjafton. Për është sa di... Ajë sa dim, të gjithë, sa dim, do flasim, se më shumë s'mund të themi. Po jo, mas i erdhe deri këtu, do të shkëm deri të burimi. Atje ku del uji. Po, nuk është e njëjta atje ku përfundon? Jo, përfundon Shqipnik i uji. Ndrinin e bardh, bedrinit bardh në Shqipëri. Pa, je kisha fjallën tek mulliri. Mulliri jo, aty është mulliri ajo. Kalon uji për aty, punon mulliri,
Dëgjoj, e di çfarë bëri përshtypje? Fshat me 2 xhami. Si ka mbet kjo historia me 2 xhami? Po, janë fort kalabalëk. Me një xhami s'ne kemi bën tani se kalabalëk. Po. Shumë, e kuptoj. Unë dom në gjysa me gjysa. Njëjtë jemi apet. Patjetër që një, po. Po s'kisha dëgjuar fshat me 2 xhami. Do shkojmë tek burimi. Po, shumë xhamia. Sepse ky është bukuria e këtij fshati. Qëre, tani ku të kthehemi kështu, shkojmë kështu. Të shkojmë kështu? Dash këtë më lodhësh, a? Jo, a ke orë për të lodhët ke orë? Ashtu, a? Se për mendaj kishe në të shpijë. Po, ke të drejtë. Të shkojmë kështu, dalim atje të burimi. Kthehemi aty u qerë ata ekrat. Po. Ka përmi, do kalojmë atje. Ja, atje kalojmë taj burri atje në skajt. Po. Tani e në qezoni këtë vend në këtu pori, edhe... Po si te pak më parë që ne punojmë dhe paguemi, po mos paguemi për këtë gjë. Si t'ja bëjmë? Po pagueni dhe në të ardhmë. Mundet bashkashtu më të. Në të ardhmen, po sa të vje ardhmja që të bëjmë ne? Ja, se nuk jeni bashkëpator, nuk mundeni mos me marë kur gjë iq këtë punë me bo. Nuk beson, a? Paguni ndoshta, po... Jemi të pavarur, më bu, kush na paguan? Sa merrni thuaj? Sa duhet për mju paguën, ndoshta dhe kaq paguani, po pa pagesë kërkush mundet të punojë. Ama pak. Dëgja. Pyeta për kuriozitet. Këto janë. Po këto çfarë janë? Këto ka punu. Këto janë pompat e ujit. Okej. Dëgjoj. Pompat e ujit e qesin ujin atje lart. Atje është ajo, si thoni, ne e thënë bazen. Tubacioni i madh. Dhe 20 mililitre ka. Mos pas ma shumë. Prej aty shpërndohet ujë për qatë. Në për shtëpia. Ujë me bollek, ujë të pastër, ujë burimi. Ujë pishëm është. Po patjetër, ujë burimi. Që to i ka bë komuna. Sa bukur. Ua, po e çfarë bën atje, ka peshk? Peshk me gjurë. Ka do peshkët mirë. Ue, sa bukur. Po, nëse do ktheheshin kështu në bujtina, pa ata kanë investuar edhe se kanë leverdin që t'i lëshojnë, besoj. Po dimni shpesh këtu, pas dite këtu dimni shpesh? Po, unë e kam të shtëpin. Ku e kete? Që dje lartë e gjamia. Aha, po isha. E kam edhe shpija të anena të qunave. E ke poshtë? Po, anë e për nërë dhe unë. Hajde. Këtu të marrës qik buk, të ulesh këtu knaqesh. Po. Në hinë qunat loën në vapën e mëllë. Lajnë këtu, a? Këtu loën. Pra këtu nuk lejojnë me i mullo, sepse është ujë pishëm. Po. Nuk bon me ujë. Dhe sa këtu është e ndarë? Po, pe këtu të poshtë në arë të dojë. Ja, kështu. Sa mirë. Po pse më nuk më thua mirë se erdha? Po të një vetë shoh për cjellin televizor. Po shumë mirë, pra, po pse nuk më thua mirë se erdha? Po ti në këtë fshat kaq të bukur jeton më. Sa e shet shtëpinë? Una? Ha? Jo më pse më shit shtëpi. Po shite më burr. Sa shkon një shtëpi ta bleun këtu? Sa lek shkon? Afërsisht, sa mund të shitet një shtëpi? Jo, ta marrë të gatshme, them, për shembull të marrë një vilë, sa shkon? Sa shkon? Afërsisht. Po afërsisht, vetëm për ta mbaruar një shtëpi, del diku mbi 150.000 euro. Imagjino ta shes ta blesh këtu. Sa lek pas kanë këtu. Ta veç me ndërtuar. Po. Deri ku të hysh më randa. Sa shpike ti? Sa shpike? O kam 4 quna. 4 shpike? Jo, se ta maroj vitin tjetër një shtëpi atje, bëhen 4 shtëpi, e kjo këtu më ngelet apet e imja. Ta shojmë, po erdhen në turist verës, ta lëshon me shumë qira. Po shumë mirë bën. Sepse është gjuna të ri, sepse është një vend turistik dhe thotë që vin shumë në verë këtu se është klima e freskët. Okej. Ja, she, sa punën e bën që kjo? Që kjo barata. Barata këtu. Qa shesin aty? Kafe. Sa mirë. Ua, po këtu shem ka për zotin për tjetuar. Sa ka që ke shpin ti?
Ma le një katë mua më bërë. E kam seriozisht, se të vi seriozisht unë. Sa u gëzova që u takova. Po pra, është për të ardhur keq kjo gjë, se punojnë, domethënë gjithë këto shtëpi e të rinë bosh. Po ku më bukur të nxjerr televizor më burë, e ke gruan xheloze ma. Jo më gruan xheloze. Po ç'ke? Jo, gratë Ju jeni më xheloz. Jo, pleq, ju, po jeni sa ju që. Jo, nuk jemi xheloz. Nuk e ke. Edhe gratë nuk janë xheloz. Ashtu, a? Për cilin emisión dhe këto shkon ka mos. Duhet jesh i rregull që mos jetë gruaja xheloza. Po ka ardhur kohë e keqe, bën gratë se ju burrat lëvizni këto kohë. Jo, nuk bën të lëvizësh. Kur është njeri pa fejue, pa martu. A mos i bën tani asnjëri s'ke tratuar ti? Jo. Si është ajo tuaj? Ti jem kështu, bëfsha kështu si është. Ti jem kështu të bëjmë kështu. Mos tuaj, edhe sikur ta kesh bërë atë gjë se na merr kamera. Jo, po, nuk është. Nuk është. Ruja. Dhe gjë do t'jap një porosi. Kështu me mbledhëri të ecën? Me mbledhëri me shkuesi që të bësh kështu çifte, si i thoni? Miqësi. Të ecën? Të vjen dorës kështu? Merr vesh apo? Ku me gjet me po doni çun të mirë, pse jo? Po çunin ta keni shtiktu dhe vajzën të mirë. A ti po do për vete, po? Po! Sa vjeçare je? A tani nuk pyetën për moshën. Dashuria nuk një mosh. Unë jam 23. Pësha 23 vjeçar, ku ta gjëm një çun këtu që nuk është i martuar apo i fejuar? S'ka gjë. Po ku ta gjem? Beshar. Të ketë vilën, 4 kaça, ta ketë më të lartë se gjithë fshati. Më të lartë se gjithë fshati. Qashe me sy që këta janë. Këto janë? Këta janë shtëpiat. Po mirë, po mirë vërdall unë dhe po shoh. Pse jo? Beshaka. Të urojmë shëndet dhe gëzojmë shumë që të takova. E pa shoqëria dhe ju që jeni mirë. Edhe punë të mbarë. Faleminderit. Juve zoti ju shpërbleft. Faleminderit. Që e bëni. Faleminderit. E kur të do të jeni të mirë se ardhë. Do vi në verë. Po se mos më mbyllësh derën. Jo, po marrë se. S'ka gjë, dhe po mos sa djemi nuk të kam foton, them kur i filani. Po, ja, sigurisht. Okej. Shnet, ta dorën. S'ka gjë, edhe unë isha tek muliri atje. S'ka gjë. Si e kishe muhabetin ti? Po si më edhe më përcjell, edhe nuk më thua 2 fjalë. Gruan se ke xheloze, qa halli ke më bu? Mos kemi më xhelozi. Po qa halli ke që s'flet? Jo më po flas, çka me Të tregosh për fshatin po tënd. fshati mirë është, po rinia po ik. Po rinia është si ka bërë shtëpi. Dëgjoj, njeriu në jetë punon për të bërë të rregulluar mirëqenien e vet. E ka bërë shtëpinë, ka bërë gjitha, tani kështu ka ardhur koha. Mshele, Edhe ik prapë. edhe ik. E di çfarë nuk kuptoj unë. Ai ke bërë shtëpinë, ke bërë të gjitha. Tash rinia. Hajde ri këtu. Dëgjoj. Rinia të largohen nga këtu, Po. se s'ka sigurim. S'ka sigurim shëndetësor, sigurim pensional, on problem me shku të... Mund t'i paguash vetë kontributet. Vetë t'i paguash kontributet... 40 vjet ka punu, 100 euro merr penzi. A, puno kjo, a? Ço do bësh me ato? Kur dola në penzion, Paguaj strujen, paguaj penzi, me 100 euro. Tani, u ktheva, se jam edhe veteran, Po. u ktheva prapë në pensionin e veteranëve, ja tash na kanë bërë ka 200 euro. Prap nuk dalin ata. Po jo s'dalin, po për ta pi doni se e kom pi për Shumë. para. 50 euro. Smorë. Qa bëjsh me ta? Një pa që donë, mas prakti të të hargjojsh. Mos më fol për shpenzime se më kap koka. Qa të bëjë ta? Ja, po kërkor këto. Jo, nuk i dua se më kap koka kur domethënë shpenzime marramen se ka, shtrenjt janë, nuk kemi ç'a bëjmë. Edhe tani Fshati është mirë, po. fshatin, për zotin, fshatin e keni shumë bukur. Ma mirë mos. Edhe njerëz që nuk kanë ku aty ju ishit. Se i keni vesim me gjitha. Të vini në Bear këtu, atëherë të Atëherë shifoni. në Atëherë keni pranverë. qatë Në pranverë këtu bon Çka bo. me pas? Se mushet kret kjo. Mushet gjelbri, ja pyllë janë e mushet gjelbri. Pamjen e ka jashtë fantastike.
Sa mirë, lumë si ju. Ju doroni 150 vjetë. Po, kjo kanë këtë parë. Edhe me ujnë burimi që pini. Sa jetë të E di ai po. Këtu kanë këtë parë. Pa. Tash që i kanë ndërtu këto për me Ka shëti. rregulluar këto stazat Desa të hequr. del ky barë. Edhe ndryqim ka. Po. Ja, ti lezë Sa drita mirë. të rrugës. A do të shohësh? A i ke me pult? A do të Me ka, shohësh? handisi. Kritik, shikoj. Shish, sa i rezik shumë është. Qënë ka njëshe? Kujdes! Ja. Si që ba? Ja, ku të bënë terra, aty e më shela, aty. Këta i qenë kanë të paparë. Në me thëmë këtu edhe drita ti ndisni kur doni ju. Jo, se dhja ka rrim. Po pe di që i bëhë terra aty dhezën ato. Ku të nëterrohet, atje do më të bëhë terra të dhezën. Janë kështu automat. Sa e trash bëjmë do njëherë unë. Ajde se ka rrim, po s'po e bën mirë ti. Unë për vetë. Sa e trash. Shumë e trash tregojmë do njëherë. Unë tha se kishe pultin ti më bokëm të e rësona atje. Iga se mbajtët këtu. Po si s'më tha njeri, hajde pi një kafe në shpi ma. Sa ta as njeri. Dhe më te jemi mikpritës. Jo, lërë. Sësh, ajde, apo vjen me Jo, kur t'ju kujtoj unë takshët. Mos më rria ashtu, ti të më qëtë. Kur më the? Në mujtë Ramazanit për mu, nuk ka as kafe, as kurrë. As jam. As Jem agjerim. Ore, me agjerim, s'muj me tonë që jo po... Agjerim të letë edhe Zoti Allahu ja u pranoft. Faleminderit shumë. Edhe e di që është pak e vështirë, por është ndjesia më e mirë. Po kje nuk ka, as një gjë nuk është. Mirë, për ne një cikë kur punojmë e kemi një cikë kështu. Me këtu i ngjenë këto kockat, këtë dhe në shpi. Ashtu e? Nga një, i ngjenë edhe i bon një orë dhe këtë shpi. Ashtu e? Kaloj. I mblet ato. Unë e tash Ti kap një peshka atje, një atje. Ky veç me... Kaloj ora. Jeni fantastik. Miru pafshim, faleminderit. Gjithë të mirat. Nuk po them që jeni fshati më i mirë, po se zhura ishte më i mirë. Zhuri? Ashtu, a? Kishte uja të më? As më kanë treguar ata? A i fshati kur keni dalë për kufinit? Shin, qiki provokova filluan të shaj. E shave. Jo, se shaj. Po, i ke këshu dhe te Japin parë në zhurë, për me transferu ujë. Ama, se ka shkojnë, fshati dhe gjithaj fshati. Kur keni kalu prej Morinit, kënenan, fshati Vërmis, pe fshati Vërmis Shkoza vina, në radhë, për radhës vje zhuri. Por që atje në Vërmis është një njëjti burim. Gjithem për tokës. Unë që i ta lartë në fshatë, pëse së më duk në një fshatë, se duhet edhe njërzit. Po edhe atje alo ma po njërz. Atje s'kishte hitë, se vajta. Tani prej aty të zhuri e merë ujë pjetje poshtë me pompa, si unë që ta shtu. Digjam, tani duaj që të shkoj në fshatrat e Gjakovës, më kanë shkruar shumë anda. Si janë ande, janë të mirë, apo? Nuk janë të këshikë, s'besoj që mujsh me gjithë njërës të këshikë një në kanal. Ashtu, a? Po pse ku mund të gjithë njërës këshikë unë? Po nuk mujsh, që s'ka, se si cili të mirë për e. A thua? Edhe mirë se nuk ka ndonjë gjë të keqe për mos me e prit një misafir ose një... E di, se shkoj në shumë edhe e di. Ore, rikësë më mbajtjet me papun, më latë papun. Shëndet gjithë mira. Ju uroj shëndet. Faleminderit shumë. Të tash, do vitë të gjej. I kemi të gjitha. Okej, zemra mjafton. Po e mbyll këtu, përfundimisht, u knaqët sepse ju kam sjellë super pamje, super njerëz.